Kujtesa kolektive është një nga shtyllat kryesore mbi të cilat ndërtohet identiteti i një shoqërie. Ajo përfshin përvojat, ngjarjet historike dhe kujtimet e përbashkëta që formsojnë mënyrën se si komunitetit kuptojnë veten edhe të kaluarën e tyre. Pra, përballë kësaj, harresa përfaqëson rrezikun e humbjes vlerave, përvojave edhe mësimeve që historia i ka lënë. Hulumtimi, kujtesa përballë harresës i realizuar nga sociologu Shemsi Kresniqi trajton pikërisht të marrëdhënie të ndërlikuar mes të kujtuarit edhe të harruarit në shoqëri, duke analizuar ndikimin e saj në identitetin shoqëror, kulturor, por edhe historik. Në kontekstin e Kosovës, kjo temë merr një rëndësi të veçantë për shkak të përvojave historike, traumave kolektive dhe sfidave të transmetimit të kujtesës tek brezat e rinj. Ne kemi të ftuar në studio profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, profesor Shemsi Kresniqin, për me diskutu për hulumtimin kujtesa përballë harresës, një hulumtimi cili ka filluar në vitin 2009 dhe çdo 5 vite është plotësuar me të dhëna të reja. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Knaqësi që flasim sot, profesor. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe në fakt e moj mend nuk e di nëse kemi folur prej hulumtimit parë ose jo, po e moj mend që kemi folur në këto 4 hulumtime, të paktën janë 2-3 herë, ha. Se 2-3 herë i vjen sot e 4 pas gjithë. Po, e di që herën e parë kur e kemi bë, më keni ftuar në programin e mëngjesit. Prandaj më kujtohet si temë. Në fakt për me rikthy edhe kështu në vëmendjen e shikuesve, profesor, pse nisët atë kur e nisët me bën një hulumtim të tillë? Po, me tregu drejtën, ka qenë pak si rastishme, ka qenë një kërkesë prej profesor Kullashit, atëherë ishte edhe ambasador në Francë, edhe mendonte ta organizonte një simpozium atje për 10 vjetorin e Egzodit, për me pa dorën e shtetit, se si ka ndiku vetë shteti, si e ka organizu krejt këtë punë shteti për me pastru etnikisht Kosovën për shqiptarëve. Edhe masandej duke pa rëndësinë, duke pa atë përmbajtjen, atë të rëndësishme dhe atë interesante të hulumtimi, atëherë pa ta vendosë që çdo 5 vjet me realizue, për me pa se si po përcillet ajo kujtesa, apo harrohen gjërat, apo mbahen të freskëta kështu në kujtesë, në eksperiencë, masandej ka pas shumë gjëra, ka në fakt shumë gjëra interesante ato që kanë bëjnë edhe me ato raportet mes ish refugjatëve dhe mikpritësve. Edhe atëherë kemi pas, edhe mas 10 vjetë, ne kemi pas se raportet janë rujt, ato shkurjet, ardhjet, festimet e tjera të përbashkëta e tjera. Dhe tani më ka interesu gjithmonë me ditë se apo vazhdojnë. Çapo ndodh matutje. Edhe kësaj kemi ardhur deri te 25 vjetori faktikisht, me shpresë se do të vazhdojmë edhe 30 vjetorin, e ndoshta dikush tjetër edhe matutje. Unë besoj që ju do të vazhdoni dhe matutje. Faleminderit. Mirë, pra, ky ka qenë qëllimi kryesor që ju ka shty me u marrë me kujtesën përballë harresës. Çfarë rrezikojmë si shoqëri nëse ne piharrojmë ngjarje të rëndësishme historike dhe në bazë të këtyre hulumtimeve, meqense si projekt ka filluar në vitin 2009, çfarë flasin këto të dhënat? Po, tash kjo ka qenë një eksperiencë dramatike, traumatike për popullatën, edhe ka qenë diçka që rrallë kush e ka përjetuar në mënyrën siç e kemi përjetuar ne, edhe ne duhet ta ruajmë jo vetëm për veten tonë, por duhet ta ruajmë edhe për tjerët, si mësim, si leksion, si dije se si duhet të sillen edhe si nuk duhen të sillen popujt, shtetet, raport me populatat. Tash këto dhanat e këtij hulumtimit janë kështu shumë dimensionale. Këto natyrisht që e pasqyrojnë atë dhunën e regjimit serb të asaj kohe, dhunën tepër brutale, poshtrimin, dhunimin, përzënjen, domethënë pastrimin etik prej shqiptarëve prej Kosovës, shkatrimin e shtëpive, shkatrimin e pronave, madje edhe të gjërave simbolike nganjëherë
tregojnë respondentët që edhe në sofrat e shtëpisë kanë gjetë shkronja ose kanë gjetë kështu simbole të shkruara, ato që e kanë ushtruar një dhunë simbolike, jo vetëm dhunë kështu direkt ndaj njerëzve dhe ndaj pronës, por edhe dhunë simbolike. Masani në djepat e fëmijëve e tjera. Thotë këtu pasqyrojnë shumë çka, por njëkohësisht pasqyrojnë edhe një farë humanizmin brenda popullatës dhunuar në këtë rast. Një farë solidariteti ekstrem mes njerëzve, një farë ndarje të asaj të mirës fundi që kanë pasur në dispozicion për njëri tjetrin. Tash përveç anës kështu të themi nivelit makro, të themi nivelit kombëtar, nivelit kështu përgjithshëm, është shumë interesante edhe ai niveli personal ose niveli mikro, sepse njerëzit e kanë përjetuar atë situatën kur janë ndarë jo vetëm prej njëri tjetrit ose prej familje ose prej vendit ose prej adhëveve të tjera, por janë ndarë prej gjërave të ndijshme ose gjërave simbolike që i kanë pas. Për shembull, s'kan mujt me marrë fotografitë me vete, s'kan mujt me marrë kështu gjëra tjera të cilat i kanë pas. Përmendet shumë çka përmendet, por tash këtu koha e di që është e kufizuar, por përmendin shumë çka njerëz që ju kanë mbet marak, ju kanë mbet xheg që e kanë humbur dhe se kanë gjetur më. E sidomos fotografitë. Ato kam përshtypjen që i përmendin më shumë, se ka njerëz vërtet që thonë kanë pas një jetë të tërë në ato fotografi, edhe jo vetëm vetën ato familjes, ato fotografitë e fëmijëve, dikush i përmend, dikush tjetër fotografitë e prindërve, gjëshërve. Janë gjëra që s'mund. Ja kujtimet më dashur në fotografi. Po jo, një shtëpi e ndërton prapse, si më thonë ato fotografi s'mundesh me i rikthy kur. Po më intereson profesor Allater kur i bot në vitin 2009. Si thonë, kë e kishit target me intervistu? Kryesisht një gjenerat që mban me më të moshuar apo kategori ndryshme shoqërore, edhe mandej a e keni shtri hulumtimin në gjithë regionet, në gjithë territorin e Kosovës? Po, hulumtimi është i shtrirë në gjithë regionin e Kosovës. Për çudi prej Gilanit nuk kemi dikan, por nuk kemi edhe student prej Gilanit, edhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja që s'kam pas mundësi me përfshije me çu student prej komunave tjera atje, masandej janë shpenzimet, sepse ka qenë një hulumtim pa buxhet, faktikisht pa mbështetje financiare prej dikujt. Target kanë qenë ata cilët e kanë përjetu personalisht dëbimin nga shtëpia, daljen nga shtëpia, dhe e kanë pas edhe një farë ndjenje të përgjegjësisë edhe të peshës për ruajtjen e familjes. Do thotë kryesisht krye familjar, burrat ose gratë, por nuk kanë qenë domosdoshmërisht krye familjar. Do thotë edhe ata që kanë thjesht ata që e kanë përjetu, thjesht që mbajnë mend, edhe që janë gjendje me rrëfye për ato eksperiencat. Ndërsa ato temat për çka rrëfejnë janë situata para se me dalë nga shtëpia, domethënë ato kushtet, rrethanat që kanë mbretëruar në ato ditë para se me dalë nga shtëpia, dihet se gati çdo shtëpi ka qenë pak a shumë si strehë refugjatësh ose të zhvendosurish në atë kohë. Çdo familje gati ka pas ka 20-30 të zhvendosur prej fshatrave tjera, ose që kanë njoft ose si kanë njoft, masandej kanë pasat presionin e ushqimit, presionin e sigurisë, gjithçka. Edhe ata i përshkruajnë këto situata para se me dalë nga shtëpia, masandej përshkruajnë atë ditën e daljes nga shtëpia, ajo dita kështu më e dhëmshme që ka mujt me qenë, dikush thotë që jam dalë në Bashkë, thotë edhe kum kthyer edhe një herë shtëpinë sikur kur po e shoh për herë të fundit. Dikush tjetër thotë se prindrit nuk deshten me dalë, ai tensioni masandej, ai shqetësimi i dytë që shtohet kur e sheh që po ndahet familja, kur e sheh që nuk e din më e takon antarin tënd familjes apo nuk e takon. Kësaj domon ka plot për plot kështu përshkrime shumë të veçanta, shumë emocionale, por edhe shumë domethënëse. Prej një fjalie të vetme mund bëhet ndoshta një roman. Mirë, profesor, me qenë se ky projekt ka filluar në vitin 2009,
Rrëfimet e vitit 2009 ka qenë të afërta me përjetimet e luftës. Shkak të afërsisë. E vërtet. Atëherë kanë qenë tepër të freskëta domethënë ato kujtimet. Po tash a ka ndryshu? Tash në këto hulumtime besoj që intervistohen edhe një brez më i ri, ku jemi me kujtesë përballë harresës tash në këtë distancë kohore. Po, vërtet. Mendoj që ende është e freskë kujtesa, ende nuk është harru ajo eksperiencë, ato përvoja, ato përjetimet cilat i kanë ndije dhe i kanë provu dhe të Kosovarën përgjithësi. Nuk është që është harru, ndoshta janë harru disa detale kur fillojnë me i tregu ato përditshmërinë e tyre, por shumë çka ju ka mbetë në kujtesë. Edhe domthonë në tërësinë, kështu në përgjithësi nuk është harru, fare nuk është harru, edhe pse nga njëherë prej dhënave del se por jo kur flasin për vete, por kur flasin për tjerë thonë krejt kanë harru. Është një farë kështu një farë shqetësimi. Dëshira për me mbajtë të kujtimet të gjalla. Dëshira për me mbajtë edhe për me mbajtë atë leksionin që është dashur me marrë, do thotë rëndësinë e shtetit, rëndësinë e lirisë, rëndësinë e qenit i pavarur ose i qenit i lirë. Këto janë ato mësimet që duhet me marrë. Kur jeni në situatë që një ditë pa i pas, si që thot dikush prej aty në respondentëve tonë, pa i pas bërç kur gjatë qetë për shtëpisë tane. E çka do të thotë kjo në raport me një kohë kur je i lirë. Kështu që prej këtyre mësimeve ne duhet me kuptu rëndësinë e lirisë, rëndësinë e shtetit, rëndësinë e demokracisë, e pavarësisë, etc. Po, kësa rallë për shumë, profesor, përdalim për asaj që për thotë Lanza në vitin 2009. Jemi në vitin 2025 edhe kanë kalu 26 vjetë disa muj e gjysma pas luftës. Pra i bie që, nuk e di, minimalisht dikush që i ka 30 diçka vjetë mundet me u përgjigj në këtë hulumtim, apo jo? Apo keni pas parasysh këtë, apo si më janë rrëfime të dëgjume edhe dikush ma i ri mundet paka shumë me tregu që ka dëgju prej. I kemi pas parasysh këto, atëherë më kujtohet që ai limiti majul, domthon për te i cili kemi pas mundësi me zgjedh ka qenë 20 vjet. Domthon të i përfshi atëherë edhe fëmijë 10 vjeçar që kanë mujtë me qenë, edhe ashtu e kemi pas një rast. Po mdoket, po shumica kanë qenë kësi gjenerat më të vjetër. E tash po vjen ai limiti të shku manal, domthon tash të i pas parasysh se kanë kalu 25 vjet. Nëse i synojmë 25 vjeçarë të atëhershit, kjo do të duhet i targetojmë tash dikon rreth 50 vjeçar. Po. Mirë po ne kemi pas parasysh edhe këtë transferin e kujtesës ndër breza, sepse bashkë me student patim organizu disa fokus grupe 2015 ka qenë 2014 atë hulumtimin e 15 vjetorit hulumtimin e 15 vjetorit atu patëm diskutu me studentët cilët e kanë përjetu vetë si fëmijë atëherë 3-4 vjeçar. Edhe çka ju ka fiksu, çka ju kanë vetë në kujtesë prej atyre ditëve kur kanë qenë atëherë 3-4 vjeçar edhe kur e kanë pa që po dalin prej shtëpisë vet. Edhe janë shumë interesant ato rrëfimet e tyre, si për fëmininë e tyre. Një për shembull prej tyre thotë që kur kemi dalë prej shtëpisë, kemi shkuar në shkolla, edhe një eksplodim i madh. E kemi dëgjuar një eksplodim të madh. E thotë jam frigu që po marrëzojnë shkollën edhe kur të rritem ku shkojnë në shkollë. Mas andaj një tjetër për shembull një vajzë thotë që më kujtohet kur ka ra granata shtëpisë edhe ka shem murin, nana ka qenë duke i pjek bukt, edhe dhevi i murit ka ra mbi buk, e ato buk s'kemi mujt me i hangër. Thotë janë disa imtësi që i tregojnë studentët që i mbajnë men. Po tani masanej me 20 vjetorin kemi bo fokus grup me studentë cilët ma atëherë kanë qenë ose s'kanë qenë fare, ose domethënë kanë qenë bebat vogla ose s'kanë qenë fare, edhe nuk mbajnë men gjon nga lufta ata. I kemi diskutu se si është transferu ose transmetu kjo kujtesa e prindërve, kujtesa e familjarëve te ta. Çfarë din ata për atë periudhë? Për atë periudhë.
Edhe shumë interesant se ata thonë që mas shumëti për luftën u folke atëherë kur u ndalë të rryma. Dhe ka një të mirë të me thonë, sepse shërben në ruajtje në kujtesës. Ndalë e rryme se pas ka pas një farë funksione në ruajtje në kujtesës, ose në rikëthimin aty në kujtesë. Ta shi mori kreditet ata që kanë në rrymën atëherë. Thonë, prandaj kemi në një rrymë, ne folë me familje. Sot më gjesë e diskutu me agronin që me undalë rryma edhe me undalë ujë janë shërbime shumë të nevojshme, po që e sjellin një të mirë, sepse ne kemi mundësi me diskutu, me bo muhabet. Çdo e keqe ka edhe të mirën, nëse di me përfitu. E vërtet. Okej, në mënyrë që të ruhen këto përjetime, çfarë apo si mund të kontribuojnë institucionet në përgjithësi, institucionet e arsimit në këtë ruajtje të kujtesës kolektive? Në kështu, kujtesa është si kultura, kisha me thanë. Sikur që duhet kujdesemi për kulturën, ta zhvillojmë kulturën, ta kultivojmë vlerat tona kulturore, ashtu edhe kujtesën duhet ta ruajmë, duhet ta regjistrojmë, ta arkivojmë, ta përdorim për të mirë, të krijojmë vepra kulturore përmes saj, qofshin ato artistike të fushave të ndryshme, filme, pikture, skulpture, monumente, shumë çka tjetër, teatër, letërsi, shumë çka tjetër. Por edhe institucione. Edhe institucione, sidomos muzeet, duhet kujdesen për luftën, mos ta përqëndrojnë vetëm në betejat ose vetëm në herojt, por edhe në jetën e përditshme. Si ka qenë jeta e përditshme, çysh kanë mbijetue, sepse në jetën e përditshme secili person është hero. Kështu që atë heroizmin e përditshëm duhet po ashtu me pasqyru. Sakrificën e përditshme po ashtu duhet me pasqyru, edhe ato dhunat simbolike që thash, edhe ato gjithashtu me pasqyru. Në aspektin e natyrisht që edhe në tekstet shkollore, në librat, në programet shkollore e tjera, tash ne në departament tonë, për shembull kemi lëndën sociologjia kujtesës kolektive, por mendoj se këto kujtesa kolektive në përgjithësi duhet me gjetë shtrirje edhe në për lëndë, edhe në për kurse tjera, edhe duhet jetë pjesë e kurikulave edhe në shkollat fillore dhe të mesme edhe në universitet. Dërsa gjëja kryesore ndoshta ose gjëja elementare kisha thënë që po na mungon është muzeu. Ne kemi një muzej kombëtar, kemi një muzej etnografik, kemi muze tjerë, por një muzej të luftës ose të paqes ose një muzej i cili përmbledh këto dimensionet eksperiencave tona historike, të i fillue ndoshta edhe prej viteve 80-ta, 90-ta, luftën pas luftën e tjera ish dasht me pas. Tash Reporting House, atu ku e bëra prezentimin të shtundën, ajo është po ashtu një muzej tashma, por gjithsesi shteti ish dash me pas muzeun e vet, i cili pasqyron këtë eksperiencë. Edhe me qenë të koncentruar diku apo jo këto që po flisni ju. Mirë, profesor, po çka ka ndodhur për shembull me ato, nuk di, a janë të incizuara, a janë të shkruara, ato ta zëm që i keni marrë si intervista prej 2009, se konsiderohet që pjesë e volumtimit janë dikun mbi 300 respondent apo jo. Ato janë të incizuara. Pra është janë rrëfime bujore, janë histori studentët kanë pas për detyrë me incizu, e masandej prej incizimit me bë transkriptimin. Kështu që materialet janë edhe audio, janë edhe si file elektronik, ajo madhësia e krejt këtij materialit është dikon rreth 3500 faqe. Domethënë është një material shumë voluminoz, i cili kurdo që të publikohet, do të dalë në disa vëllime, se nuk mund të përmbledhë në një vëllim. Janë dikon rreth 3500 faqe në total. Deri më tash, ka më shkuar shumë më shumë. Sigurisht që ka më shtu ende, 4000 sigurisht që do të arrijet. Edhe kurdo që të botohen, ato do të botohen si vëllime, edhe ideja që e kam pas edhe kam ende është që me ato materialet të shërbehen, muzejt, bibliotekat, fakulteti, universiteti, arkivat,
masandej Instituti për krimet e luftës Kosovës e tjera. Do të shpërndahet në shumë institucione që ta kenë si material. Po, profesor, është ma lehtë tash që të ruhet për shembull kujtesa kolektive në këtë botën digjitale? Po, është ma lehtë edhe të mbledhet edhe të ruhet. Është definitivisht shumë ma lehtë edhe kjo tash është një përparësi, do të thotë që na lehtëson punën në këtë aspekt. Edhe transmetimi i saj është shumë më i lehtë, edhe publikimi, edhe vizualizimi i saj është shumë më i lehtë, kështu që patjetër që e kemi parasysh edhe këtë. Edhe qasja një mase të madhe pastaj. Edhe qasja, po absolutisht qasja është. Ama a ka profesor, si më thonë, ju e thatë e është bërë thjesht vetëm me forca vetanake apo jo? Me iniciativa personale, po a ka një detaj, një projekt konkret se çfarë duhet ndodhë me këtë material, se vërtet është një material jashtëzakonisht i rëndësishëm, me rëndësi kombëtare, kisha me thonë. Pra edhe është gjuna me mbedi ka në përsirtar, edhe mundet ato nëse nuk trajtohen munden edhe me u dëmtu, sidomos materiali audio. Po, e vërtet. Tash jo ende nuk kem hyrë në atë stad të diskutimit. Por unë vazhdoj t'i ruaj kështu personalisht ato, edhe pjesën më të madhe të tyre i kam redaktu. Kam rregullu kështu edhe gjithsesi edhe teknikisht, sepse ai transkripti fillestar që forma që kanë dorëzuar student nuk është i përkryer. Është bruto material. Po, është bruto material, edhe ato duhet me redaktu, me pastru, me rregullu, tash dikon rreth këtë pjesën e 25 vjetorit, këtë fundit ende s'kam arrit me rregullu, ato tjerat po, ato janë krejt në rregull tashma. Sigurisht që unë do të kisha dëshiru që përmes universitetit, mase është projekt që e kam realizu përmes universitetit, do të kisha pas dëshirë që përmes universitetit edhe me finalizu edhe botimin, publikimin e tij. Por nëse jo, atëherë ndoshta edhe biblioteka kombëtare ka këtë mundësi, sepse ata tashmë kanë një qendra e Kosovës për ruajtjen e kujtesës. Edhe është një material i cili shkon, si më thonë asaj qendre. Është fiks për ata. Është fiks, po. Po besoj që do të bëhet ajo zgjidhja më fatlume rreth kësaj. Ama shteti e ka borxh apo jo, si thonë? Po, e ka borxh me ndërhyj me financat. Tash deri këtu kemi arrit pa buxhet, thjesht pa financa dhe nuk e kemi pas as qëllim me kërkuar buxhet në kuptimin që e kam pasur, po ka mundësi edhe në këtë mënyrë që shkon punu, në këtë metodologji që shkon punu, po ka mundësi me mbledh dhëna jashtëzakonisht vlefshme dhe interesante. Në momentin kur vjen puna për buxhet, është ai momenti ndoshta kur publikohet ose kur se atu kërkohen, bëhen shpenzime më të mëdha. Po deri në këtë fazë nuk kemi pas shpenzime të mëdha. Disa udhëtime që i kam pas, për shembull te Tovi, që i kam intervistuar ata me këpritësit prej perspektives tyre me pasë si ka qenë, ose në Koks, po ashtu që kam qenë disa herë, edhe kam intervistuar me këpritës edhe kam pa ato ceremonitë që mbahen atje, ato janë, të themi, shëtitje personale dhe nuk ja vlen. Një udhë dy punit. Mirë, profesor, faleminderit shumë për kohën që e ke nda me u shoqëru me shikuesit e programit mëngjesit. Pas 5 vjetë, unë po shpresoj që bashkë me Agronin jo, këtu na jemi. Faleminderit. Këtu jemi. Me shumë kënaqësi edhe. S'ke kanë shkon, profesor. Po unë e di që atëherë kemi me ardhmë, do doja realisht me ardhmë me komplet vëllimin. Ja, Simon, me na ngusht tavolinën. Edhe unë Agroni gjithmonë shtyhemi kush me marr mandë. Jo, ne vjen prova dy kopje, s'është problemi. Sigurisht që ta kanë RDG-s kompleti që duhet ta keni. Jo, po kuptimin asaj se metaforikisht po them do doja që të ishte e botuar. Prandaj. Ajo pjesa tjetër është. Po veç kur i përmend ato institucionet, sigurisht që edhe RDG që ta kanë se e mbajnë mend shumë mirë kur edhe herën e parë dhe dytën keni thirr, edhe kam fol për këtë folëm tim, edhe për 10 vjetorin edhe për 15 vjetorin. Janë të arkivuar me dikon, e vërtet. Edhe kemi përmend atëherë muzeun e kujtesës, e kemi përmend atëherë ato biseda që kemi pas të parat. E kemi përmend, e di që masandej na për fushata u përmend nga njerë një muze, një kështu, po... Kemi dhënë ide, kemi dhënë. Po se kanë bërë. Kanë qef ato. Po besoj që bëhet, po. Po, mirë profesor, veç që derisa ta lejmërojmë edhe një bisedje dhe faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë juve. Punë bardhë, vazhdimsi.